Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Kam këtu sot një bateri Hilti 21.6 volt edhe 5.2 amper. Është prodhim amerikan. Edhe këto janë një nga baterinë më të mira. Edhe veglat Hilti janë një nga veglat më të mira që kanë garanci të përjetshme. Do me thënë, e merë dhe po prish, kur do që të prishë dhe e qonë prapë mbrapa. Po ma do menja përveç baterive. Kjo nuk punon, nuk karikohet me fjallë. Dhe ta shikojmë herë, ka e në karikosi. Qërëse karikohet dhe në 20 dritë e kuqe këta. Po për fatë keq, në dritë e shile, në 20 e shuhet. Kjo të thoti bateria nuk punon. Baterit i kam brenda, bëma ki që 2 bateri ose një, mund tjetë e prishur. Okej. Le ta zbërthejmë, le ta shikojmë në praktikë, se qa problemi do ketë. Këto bëjmë të ketë probleme dhe plaketa brenda, sepse ato janë të llogaritura ose më mirë të them të përgatitura. Që të bëj një numër karikimesh, ka një çipaq brenda. Edhe pastaj kur mbush për shembull dhe fjala vjen 1000 karikime, ai çipaqi stakohet edhe nuk karikon më. Duhen vegla të të bërë restart, kur thonë ta, anglisht. Kur le të shpresoj, që mos tjetë e këthej munat, këtë problem në i baterinë, është në. Dhe ta masim bateritë me radhë, dhe shikojmë se ku që ka probleme. Ma do bateritë e qojmë në DC ose DC, kur thoshte taqëve, edhe shoku taqës. Po le ta shikojmë këta në praktikë, ta masim me radhë. Së më të këtë në Kjo është 3.99 volt. Edhe kjo tjeta 3.99. Që 190 mAh. Asë gjysmë volti më falni. 193 milivolt. Tash unë do të tregoj një metodë që nuk them se nuk kam bërë të tjerë, po të paktën si që bëj unë. Provën e parë do ta bëj me
një karikus baterish, ky karikon 2 bateri, karikon 2 bateri herë 3.7 volt. Edhe 3600 mAh të dyja. Ne ta provojmë, ja. Se në qoftë se nuk karikon, në qoftë se bateria është sallë, nuk karikon. Kjo do të thotë që karikon. Tani le ta provojmë tek tjetra. Unë kam përgatitur një metodë tjetër, një kabull kështu, me 2 krokodilaqe. Edhe këtë fishën duhet ta vejë me kujdes tu tek ku karikon bateria. Që është metoda më e sigurt, po nuk besoj që ta karikojë. Të nuk do ngaturë plusin dhe minusën. Duhet kujdesi madh. Këtu tani do vëm plusin me plusin edhe minusin me minusin. Do me të këtu është plusi. Edhe në krahun tjetër është minusi. Këto ndajen këtu se këtu janë 2 bateri lidhura bashkë. Do me thënë që plusi është këtu, vjen korrenti këtej, ikën këtu, dhe sa vjen të lartë. Me fjalë kur të lidh këtu nuk ka ndonjë problem me fjalë, por kjo është ndar plusin, nuk bën komunikime të tjera. Kjo nuk karikohet. Nuk karikohet për arsye se është shumë voltazhi i ulët. Kështu do bëjmë një metodë tjetër. Kjo ishte metoda e parë, për fat keq. Kjo nuk punon. Tash do bëjmë një metodë tjetër. Kjo tjetra ka një të mirë se e karikon bateria, por ka një të keqe se duhet ndajtur këtu me qenë. Jo duhet ndajtur këtu, por do kontrollosh shpesh herë. Do përdorim një kabull tjetër tani. Të e kam përgatitur vetëm, janë metodët e mia. E them edhe një herë, keni kujdes mos ngatroni plusin me plusin. Ja kam përgatitur të kabull tjetër me 2 krokodilaqe. Dhe kjo vjen këtu. Për të lidhur me baterinë, kurse kjo do vjet te karikusi. Në të lidhim edhe këtu që nuk kanë eqe. E shikoni si mërjet. Kjo do të thotë që bateria karikohet. Këto janë shenjat të mira me fjalë. E ta lejmë ja 5 minuta, e ta hapim prap kamerën. E provojmë edhe një herë, sa ka vajtur.
rreth 2-3 minuta. Për 3 minuta ka vaj 2100, 2.1 volt, 2.2. Jo do të thotë që bateria do karikohet tani. Tash duhet ta karikoj edhe që karikuesi. Së mirë do ndërrojmë tani. Edhe këta me të njëjtën metodë lidhin plusin me plusin edhe minusin me minusin. Keni kujdes me këta. Ta shikoj një. Në si që thash, tani e karikohen se ka vajtë 3.4. Dhe kjo është gjë e mirë, tash do ta lëm derisa të shuhen të karikoj tërë edhe baterinë, derisa të stakohet kjo. Në rregull. Mirë, të dyja bateri do karikohen tani, si që shikoni, ka ndaluar llamba me televizor. Dhe ta masim herë sa volt kanë. Duhet jenë mbi 4 volt. Është 4.2 gati. Këto tjetë janë nga 3 edhe 9. Janë që këtë larta për këte faktikisht, për mjete. Këto do barazohen në vëshavashtë. Ata shikojnë një këtu. 24 volt. Shkëlqyer fare. Tani le ta mbërthejmë. Të shikojmë edhe këto llamba këtu. Herën tjetër pastaj e karikoni me karikuesin. Si që shikoni, bateria është full, ose plot, mirë themi. Mirë, kjo ishte video. Ju falenderoj për shikimin. Edhe miru pafshim në videon tjetër. Qofshim mirë të gjithë. Ju falenderoj.